Horoskopi ditor, 10 janar 2026, dashi, sot dhe këto ditë po ndihesh i shtyrë të përparosh në punën tënde ose të përmbushësh detyrat dhe përgjegjësitë që ke. Por njëkohësisht ndjen edhe dëshirën të rrish pranë familjes, shtëpisë dhe gjërave që të bëjnë të ndihesh i sigurt. Kjo ndarje mes dëshirës për sukses dhe nevojës për qetësi të krijon pak shqetësim dhe të bën të mendosh për mënyrën se si mund t'i balancosh të dyja sot. Ndikimi i Marsit dhe Jupiterit të sfidon të kuptosh kufijtë e tu dhe të mos e teprosh duke marrë më shumë se sa mund të përballosh. Mund të duket e vështirë të thuash jo ose të mos merresh detyra të reja. Por është e rëndësishme të mendosh për mënyra të reja dhe të thjeshta për të përmirësuar jetën tënde pa u lodhur tepër. Dëshira për të dalë nga situata që të ndihen të kufizuara apo të pengojnë lirinë tënde është e pranishme dhe mund të ndihmojë të bësh ndryshimet që ke shtyrë prej kohësh. Gjatë ditës mund të përqendrohesh edhe te një problem që ka zgjatur për një kohë të gjatë dhe, duke vepruar me kujdes, mund të arrish rezultate të mira dhe të kënaqshme. Në përgjithësi, ky është një moment për të reflektuar, për të kuptuar se çfarë është më e rëndësishme për ty dhe për të gjetur një ekuilibër mes detyrave dhe jetës personale. Demi, sot është mirë të jesh i kujdesshëm me fjalët dhe veprimet që bën. Marsi që ndodhet përballë Jupiterit të bën të ndihesh i nxitur të zgjerojë kufijtë e zakonshëm, sidomos në mësim, komunikim dhe mënyrën si ndan atë që mendon. Kjo mund të jetë e dobishme, por vetëm nëse nuk e tepron. Ke një dëshirë të fortë të flasësh, të dish më shumë dhe të ndash të vërtetat e tua personale me të tjerët. Përpiqu të qëndrosh i qetë dhe të mos veprosh nxitimthi, përveç nëse ke nevojë të marrësh guxim shtesë për të shprehur diçka që ke dashur ta thuash prej kohësh, një impuls për të eksploruar, për të zbuluar dhe për të mësuar gjëra të reja mund të ndodhë fuqishëm tani. Kërko mundësi për të zgjeruar njohuritë ose aftësitë e tua, por pa e mbingarkuar veten. Entuziazmi mund të kthehet në nervozizëm sot, prandaj është e rëndësishme të gjesh mënyra të qeta për ta shprehur. Gjatë ditës, diçka do të motivojë të ndjekësh idetë dhe planet e tua me më shumë pasion. Por është më e lehtë tani të gjesh kanale të përshtatshme për ta bërë këtë pa u lodhur ose stresuar. Ky është një moment për të shfrytëzuar energjinë tënde për të mësuar dhe për të zhvilluar, duke qëndruar i ekuilibruar. Binjakët sot, me ndikimin e përplasjes Mars-Jupiter, mund të dalin në sipërfaqe mosmarrëveshje rreth pronësisë, vlerave ose asaj që ka rëndësi për ty dhe të tjerët. Gjithashtu mund të ndihesh që gjërat janë pak jashtë ekuilibrit dhe kjo mund të shkaktojë pak shqetësim. Në marrëdhënie, çështjet e ndarjes së përgjegjësive dhe pushtetit mund të dalin fort, ku të dyja palët kërkojnë të ndihen më të lirë dhe të vlerësuar. Me këtë ndikim, mund të besosh se mund të përballosh më shumë se sa është realisht e mundur. Prandaj është e rëndësishme të mos teprosh dhe të mos marrësh më shumë detyra ose përgjegjësi nga sa mund të përballosh. Përkundrazi, lëshimi i diçkaje që ka mbaruar ose nuk është më e dobishme mund të japë një ndjesi të vërtet lirie dhe çlirimi. Është një ditë e mirë për të kërkuar mundësi për të përmirësuar jetën tënde, por pa u dukur se gjithçka duhet të jetë më e madhe ose më e jashtëzakonshme. Mos shto më shumë në pjatën tënde, sepse ky ndikim të josh të besosh se mund të përballosh më shumë se sa është e arsyeshme. Gjatë ditës do të kuptosh se kur i kushton vëmendje në mënyrë të ekuilibruar nevojave praktike dhe emocionale, arritjet dhe përpjekjet e tua bëhen më të vlefshme dhe më të kënaqshme. Gaforia. Sot mund të kesh ndërveprime të gjalla dhe ndonjëherë pak të tensionuara, ku emocionet mund të ndihen më të forta se zakonisht. Kjo është një ditë e mirë për të përballuar problemet që ke shtyrë dhe për t'i zgjidhur një herë e përgjithmonë. Por mund të dalë edhe dikush që të provokon ose përpiqet të ndikojë tek vendimet e tua, dhe çështjet e pavarësisë dhe marrëdhënieve mund të bëjnë të mendosh me kujdes se çfarë duhet të bësh. Gaforia. Dikush mund të ndjejë xhelozi ose të veprojë në mënyrë të çuditshme, duke u shqetësuar për drejtimin tënd ose ndoshta duke menduar se po rritesh dhe po largohesh nga ata. Përpiqu të mos dukesh i drejtë vetëm për vete nëse lind ndonjë përplasje.
Mendo për këtë si një mundësi për të përballuar situata, për të mësuar dhe për të rritur vetdijen tënde. Nëse lind një çështje e lirisë ose e pavarësisë, shpreh mendimin tënd, por bëje me njohuri të thellë të zemrës dhe jo impulsivisht, sepse veprimet e nxituara mund të fusin në situata të vështira. Kërko mundësi për rritje dhe përmirësim dhe me kalimin e ditës do të ndjesh më shumë ekuilibër. Ti mund të jesh frymëzim për dikë tjetër që të ndjek dhe të shijojë gjërat që të motivojnë ty. Luani, sot hëna ndodhet në sektorin e komunikimit tënd, gjë që sjell më shumë gjallëri dhe energji në ditën tënde. Por me përplasjen Mars-Jupiter, nëse ke tepruar me punën ose me pushimin, mund të ndihesh i ngarkuar dhe i tensionuar. Duket sikur do të kesh gjithçka njëkohësisht, por kjo nuk është e mundur. Të josh të shtosh më shumë gjëra në listën tënde ose të shpëtosh nga një obligim, por asnjëra nuk do të të ndihmojë në këtë moment. Zgjidhja më e mirë është të reduktosh tepricën. Mund të duhet të lësh disa projekte, ide ose qasje që të pengojnë përparimin, sidomos ato që të mbajnë pas në punë ose që të pengojnë kujdesin e duhur për shëndetin tënd. Delegimi i disa detyrave mund të të lirojë dhe të lejojë të menaxhosh më mirë jetën e përditshme, të organizosh gjithçka dhe të kesh pushim të mjaftueshëm. Me kalimin e ditës do të bëhet më e qartë se si të futesh më shumë imagjinat dhe kreativitet në rutinën dhe detyrat e tua, dhe kjo mund të të bëjë të ndihesh mirë dhe i kënaqur. Birgjeresha, sot, me përplasjen Mars-Jupiter, mund të ndihesh i shtyrë të dallohemi dhe të spikatur, por njëkohësisht mund të tërhiqet edhe dëshira për të qetësuar veten dhe për të përshtatur me të tjerët. Ka një dëshirë të fortë për të zgjeruar horizontet e tua dhe për të provuar gjëra të reja. Romanca mund të nxehet shumë sot dhe kjo mund të shkaktojë tension midis një marrëdhënieje romantike dhe miqësive. Bëj kujdes të mos e teprosh ose të përpiqesh të kënaqësh shumë njerëz njëkohësisht. Jo gjithmonë më shumë do të thotë më mirë. Shmang mënyrat e rrezikshme për të zgjidhur problemet duke krijuar të reja për veten sot. Përkundrazi, kërko mundësi për të përmirësuar jetën sociale ose romancën pa marrë më shumë përgjegjësi. Nga një ndjenjë pak shqetësimi ose qetësie të munguar, mund të shohësh mundësi të reja që të ndihmojnë të rritesh. Hëna qëndron në sektorin e burimeve të tua gjatë gjithë ditës dhe kjo mund të të ndihmojë të qëndrosh i përqendruar. Ndërsa dita avancon, përdorimi i më shumë disiplinës në vetvete pasqyrohet mirë tek marrëdhëniet e tua dhe të bën të ndihesh më i fortë dhe më i plotësuar. Peshorja, sot, me përplasjen Mars-Jupiter, mund të ndihesh i shtyrë të kalosh kohë me familjen ose në shtëpi, por njëkohësisht tërhiqesh edhe nga detyrat dhe ambicjet jashtë. Gjetja e një ekuilibri është shumë e rëndësishme. Qëllimet mund të dukin si në konkurrencë me njëra tjetrën kur ke shumë gjëra për të bërë njëkohësisht. Më e mira është të jesh i hapur ndaj mënyrave të reja për të zgjidhur problemet dhe të përfshish njerëzit e rëndësishëm në jetën tënde në planet e tua, duke i bërë ata pjesë të procesit. Shmang të shtosh më shumë gjëra në pjatën tënde si një zgjidhje të përkohshme. Zgjidh të ecësh me qetësi dhe mos të hidhesh menjëherë në veprime të nxituara. Megjithatë, mbas sytë e hapur për mundësi që mund të shtrinë ndikimin dhe arritjet e tua në të ardhmen. Hëna qëndron gjatë gjithë ditës në shenjën tënde dhe plotësimi i nevojave emocionale mund të ndjehet urgjent, por është më e arsyeshme të ecësh me ritmin tënd dhe të mos nxitojë. Akrepi, sot, me përplasjen Mars-Jupiter, energjia mendore është e madhe, por mund të kthehet shpejt në nervozizëm nëse nuk e menaxhon mirë. Mund të ketë shumë mundësi dhe ide për ty, ose shumë gjëra për të bërë, që mund të të bëjnë të ndihesh i mbingarkuar. Edhe pse është mirë të mendosh në plane të mëdha, është më e mençur të mos marrësh më shumë se sa mund të përballosh, për të mos u humbur në detaje. Bëj kujdes diskutimeve që nuk ja vlen të harxhosh kohën, edhe pse mund të ndihesh i tërhequr të kuptosh dhe të ndash të vërtetën. Nëse nuk bësh hulumtimin tënd para se të veprosh, mund të teprosh ose të bësh gabime. Edhe pse jeta mund të duket shumë e ngarkuar sot, është e rëndësishme të ngadalësohesh her pas here dhe të zgjedhësh me kujdes betejat që do të përballosh. Hëna ndodhet gjatë gjithë ditës në sektorin tënd të privatësisë,
duke të kujtuar rëndësinë e vëzhgimit dhe reflektimit para se të angazhosh një plan. Ndërsa dita avancon, do të ndihesh më i lidhur me intuitën tënde dhe më i aftë të kuptosh situata pa u nxituar. Shigjetari, sot, me përplasjen Mars-Jupiter, mund të lindin tensione rreth pronësisë ose çështjeve intime. Ti ndihesh i pavarur dhe dëshiron të tregosh se mund të kujdesesh për veten, ndërsa të tjerët mund të ofrojnë mbështetje tërheqëse. Mund të ndihesh gjithashtu i nxitur të shtysh përpara një ide ose projekt, por ky ndikim mund të bëjë të teprosh. Të mendosh në plane të mëdha është pozitiv, por duhet të jesh i kujdesshëm ndaj teprimeve. Për shembull, nëse ke shpenzuar ose huazuar më shumë se duhet, ose je tepër i varur nga të tjerët për lumturinë tënde, kjo është koha për të rikthyer ekuilibrin. Në marrëdhënie mund të ndjesh një energji tërheqje dobësie ku të dy palët përpiqen të mbajnë kontrollin. Bëj kujdes vendimeve të nxituara, pasi sot është shumë e lehtë ti marrësh ato pa menduar mjaftueshëm. Me kalimin e ditës mund të përfitosh duke strukturuar ditën tënde në mënyrë që të përfshijë më shumë kohë për qetësi, pushim dhe meditim, që të ndihesh më i qetë dhe i ekuilibruar. Britsjapi, sot Marsi në shenjën tënde të shtyn të tregosh pavarësinë dhe të ecësh përpara me planet personale. Por përplasja Mars-Jupiter mund të sjellë tendencë për teprime ose veprime të nxituara. Është e rëndësishme të lidhesh me dëshirën tënde për aktivitet, por të mos veprosh pa menduar. Kujdes të mos veprosh në mënyra që mund të rrezikojnë një marrëdhënie të rëndësishme ose një partneritet. Mund të ndihesh i ndarë mes dëshirës për të ndjekur rrugën tënde, për të përfshirë dikë tjetër ose për të forcuar një marrëdhënie ekzistuese. Edhe pse mund të duket një zgjedhje e vështirë, shpesh mund të arrish të bësh kompromis. Pikpamjet e ndryshme mund të shfaqen shpejt dhe të shkaktojnë tension, por përpiqu të kanalizosh energjinë tënde në mënyrë më produktive. Përmes disa konflikteve ose pak shqetësimeve, mund të gjesh mënyra për të përmirësuar jetën tënde në mënyrë domethënëse. Me kalimin e ditës, ndihesh më i qetë dhe i ekuilibruar dhe mund të ndihesh i frymëzuar të kujdesesh më mirë për veten ose të ndjekësh interesa dhe projekte speciale. Ujori, sot, me fokus të fortë në sektorin tënd të 12, është koha të kushtosh vëmendje pushimit, ripërtëritjes dhe çlirimit nga lodhja. Marsi që është përballë Jupiterit mund të bëjë të ndihesh i mbushur me energji dhe dëshirë për të bërë gjithçka, por rrethanat mund të detyrojnë të marrësh pak kohë për qetësi ose pushim. Edhe nëse ndihesh gati për të bërë më shumë se ç'mund të bëjë një njeri normal, përpiqu të gjesh një ekuilibër. Energjia për punë dhe kujdes shëndetësor është e mirë, por duhet të kesh kujdes nga tepricat. Mendohu për pasojat e veprimeve të tua dhe nëse ke nevojë të ndalosh një zakon të keq ose një situatë të bezdishme. Ky mund të jetë shtysi i duhur për ta bërë këtë, shfrytëzo entuziazmin e rinovuar, por mos lejo që presionet të shtyjnë të teprosh. Bisedat me miq, bashkëpunëtor ose rrjetet sociale mund të jenë frymëzuese dhe të dobishme gjatë ditës, duke të dhënë ide të reja dhe këndvështrime që të ndihmojnë të përparosh. Peshqit, sot njerëzit të vërejnë shumë dhe të japin vëmendje, por mund të ndihesh i paqartë nëse dëshiron të dallohemi dhe të spikatur nga turma, apo të punosh bashkë me të tjerët. Mund të vendosësh të menaxhosh një grup njerëzish ose të bashkëpunosh për diçka të re. Kjo është një kohë për të menduar në plane të mëdha, por është po aq e rëndësishme të marrësh parasysh aftësitë dhe burimet e tua para se të marrësh mbi supe shumë detyra. Tani mund të kesh kaq shumë interesa sa që të bëhet e vështirë të përqendrohesh në diçka të veçantë. Jeta jote sociale dhe ajo romantike mund të hyjnë në konflikt, me tërheqje të forta në të dy drejtimet. Çështjet e pavarësisë, lirisë dhe besimeve mund të jenë të nxehta sot. Përpiqu të mos nxitoj për të arritur rezultate më të mira, ndërsa dita avancon, mund të shohësh se vendosja e më shumë strukture në jetën sociale dhe ndarja e përgjegjësive mund të sjellë shumë përfitime. Është një kohë e mirë për punë dhe argëtim njëkohësisht.